Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të flasim sot për mbrojtjen parë nga këndvështrimi i zëvendës ministres së mbrojtjes Blerina Abrazhda. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Urime për detyrën. Faleminderit. Dhe mund të na thoni ta nisim nga ju personalisht, dy fjalë për veten. Kush është Blerina? Blerina është një qytetare shqiptare e cila është kthyer në vendin e vet pas 25 vitesh jashtë vendit. Për të përpjekur të shërbej vendit tim në atë që di të bëj më mirë, dhe kjo është fusha e mbrojtjes. Karriera ime ka qenë kryesisht në industrinë e fushës së mbrojtjes. Vazhdimisht I kam shërbyer ushtrive të vendeve të ndryshme, kryesisht e fokusuar në lindjen e mesme, që deri përpara luftës së Ukrainës ka qenë territori me mangësinë më të madhe të stabilitetit. Kam punuar për kompani evropiane, si që është Leonardo, që është diku një nga 3 më të mëdhejat në Evropë. Kam punuar për disa kompani të tjera dhe së fundmi për kompanin më të madhe të mbrojtjes në botë, Lockheed Martin, dhe kam shërbyer nga lindja mesme duke mbuluar 25 shtete. Dhe në Tiranë kthehesh si zëvendës ministre e mbrojtjes. Dhe në Tiranë kthehem si zëvendës ministre. Dhe menjëherë kanë nisur zhvillimet në fushën e mbrojtjes në Tiranë, po do ndalemi pak më vonë tek ato. Do nis nga ligji për ushtarakët. Një ligj I ri është prezantuar pak ditë më parë, është hedhur për diskutim, për konsultim. Çfarë do të thotë ky ligj? Ligji për statusin e ushtarakut është një ligj I cili fillimisht është miratuar në vitin 2004. Kjo që bëjmë ligjit në vitin 2025 është një përditësi, I cili është I domosdoshëm, është pjesë e iniciativave të qeverisë, të kryeministrit Rama dhe ministrit Vëngu. Shqipëria përpiqet që deri në vitin 2028 të standardizojë jo vetëm kompensimin financiar, qasin në trajnime, trajtimin e familjeve të ushtarakëve, që të arrijmë në nivelet mesatare të shteteve anëtare të NATO-s. Ky është qëllimi kryesor. Benefitet janë nga benefitet financiare, të cilat janë kryesore, siç e dini e ka përmendur edhe ministri Vëngu në këtë studio, që ka pasur një rritje të ndjeshme të kompensimit për ushtarakët aktiv. Ky ligj shkon përtej ushtarakëve aktiv, përfshin edhe veteranët, dhe këtu flas për veteranët të cilët janë në lirim ose kanë arritur moshën e pensionimit. Veteranët e ushtrisë. Për veteranët e ushtrisë, jo për veteranët e luftës, ky nuk prek veteranët e luftës nacionale çrimtare. Ky prek gjithashtu dhe familjet e ushtarakëve dhe benefitet që mund të ketë, po ashtu është një risi karta e ushtarakut, e cila është një sistem që aplikohet pothuajse në të gjitha vendet perëndimore me ushtri të zhvilluara, që do të thotë krahas dokumenteve të identifikimit që I ka çdo qytetar shqiptar në Republikën e Shqipërisë, pjesëtarët aktiv dhe pjesëtarët në lirim ose veteran të pensionuar të forcave të armatosura do të kenë kartën e ushtarakut, e cila do t'i mundsoj qasje në shërbime shëndetësore, shërbime të tjera, shpesh do të ketë dakordësime, partneritete që do të bëjë shteti, le të themi, me fusha të ndryshme, ndonjëherë mund të jenë spitalet private, ndonjëherë mund të jenë institucione të ndryshme arsimore që mund të ofrojnë trajnim për këta individ. Po ashtu për herë të parë barazohet rroga e ushtarit aktiv, pra po përdor termin më të thjesht, rreshter ushtar aktiv, që është në studime, pra do të barazohet kjo, sepse çdo kush që vesh uniformën ka të njëjtin obligim dhe detyrim ndaj shtetit në rast të një situate të vështirë, ose në raste të situatave të emergjencave të brendshme, pra siç e dini ushtria është gjithmonë në gatishmëri. Një shtesë tjetër është për herë të parë kur bëhet përllogaritja e pagës për të gjithë anëtarët aktiv të personelit ushtarak, do të llogariten dhe vitet e përvojës, vështirësitë në punë, për shembull në qoftë se në ditë të caktuara I kërkohet që anëtarit aktiv të punojnë mbi 24 orë, ose kur kemi situata të zjarreve ose emergjenca të ndryshme, të gjitha këto do të kihen parasysh në vlerësimin që do t'i bëhet pjesëtarëve të forcave të armatosura në kompensimin e tyre financiar. Ta nisim të ndalim pak tek ata që takuat pak ditë më parë, tek veteranë të ushtrisë, po I quaj unë, përfaqësuesit që nuk janë aktiv më. Ata çfarë përfitojnë? Se pensionet nuk I kanë të këqija në raport me pensionet e shtresave të tjera, po është përfitim në pension, rritje pensione, apo kanë të tjera gjëra? Ashtu si ushtarakët aktiv dhe veteranët e ushtrisë do të pajisin me kartën e ushtarakut. Për shembull, një gjë që ndoshta nuk është përmendur është që të gjithë veteranët gëzojnë mbulimin e
mbrojtje sigurimi shëndetësor qasi në spitalin ushtarak deri në moshën 70 vjeçare. Synimi i këtij projekt ligji dhe atë që po shqyrtojmë është që të arrisim këto, sepse është rritur edhe mosha mesatare dhe të tjerë. Do të ketë benefite të tjera, për shembull do të po konsiderojnë të llogaritet vështirësitë që kanë pasur gjatë zhvillimit të misioneve të tyre. Për shembull, siç e dini, Shqipëria ka pasur nëndece, ka njerëz që kanë qenë në kushte të vështira dhe kanë punuar, ose aviacioni. Ka një përqindje invaliditeti që të gjitha shtetet e zhvilluara e njohin në antarët e pensionuar të forcave. Për shkak të vështirësisë profesionit ose dëmtimet që mund të kenë marrë gjatë profesioneve të ndryshme. Për shembull, ata që kanë punuar në artilleri, pothuajse në të gjithë ushtritë e botës kanë një invaliditet dëgjimi që është 10%, 15% varet. Ne po e shqyrtojmë këto. Ky projekt ligj është në bashkërendim. Është marrë parasysh dhe është prezantuar nga Ministri Vengu në parlament, janë marrë parasysh edhe fondet që duhen për aprovimin e këtij projekt ligji, por takimi me veteranët që shumë i rëndësishëm për të marrë opinionet e tyre dhe çfarë duhet të ndryshojmë që ta bëjmë jetën e tyre më të lehtë dhe t'i ndihmojmë për të gjithë sakrificën që kanë bërë për shërbimin ndaj konkretisht ata? Çfarë ju sugjeruan? Kryesisht kërkesa kryesore ishte zgjatja e mundësive për ofrimin e shërbimit shëndetësor, që kjo të përfshinte jo vetëm spitalet shtetërore, ndonjëherë dhe spitale ushtarake ose spitale jashtë vendit ku mund të kërkohet kujdes i avancuar për situata specifike. U kërkua që të merren parasysh pra vështirësitë që kanë zhvilluar në vendet e punës. Disa nga ta i kanë zhvilluar, kanë qenë në këto pozita punës së bashku me familjet e tyre, për shembull ka familje të tëra që me vite, rreth 20 vite, ka disa familje 20 vite që kanë shërbyer nga Ishulli i Sazanit, pra në një situatë të vështirë edhe sociale edhe territoriale e të tjerë. Tani, çfarë afati ka? Ka një periudhë në cilën ky ligj do zbatohet? Sa kohë i keni dhënë vetes për ta nxjerrë, për ta sjellë, për ta bërë të zbatueshëm? Pra, ky projekt ligj është prezantuar në parlament në janar. Ka 40 nga dita të cilën neve prezantuam këto dhe patëm një bisedë publike me veteranët, po qenë edhe antar aktiv të forcave të armatosura prezent aty dhe që një debat shumë konstruktiv. Ka 40 ditë që ligji është i publikuar si projekt ligj, që të gjitha ata që kanë komente, vrejtje, arsye, sugjerime të tjerë, dhe japin një racionale përse duhet të përfshihet kërkesa e tyre, kjo kërkesë ose ajo kërkesë, do të neve po mbledhim këto informata dhe kemi këto 40 ditë. Në të njëjtën kohë janë institucionet e tjera shtetërore, për shembull, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë, që do të jetë përmes kartës ushtarakut pjesë e kësaj, të cilët po japin gjithashtu komentet e tyre. Siç e përmendëm, projekt ligji është në bashkërendim. Të gjitha përfshirja e ligjit dhe të gjitha impaktet financiar që do të ketë në buxhetin e forcave të armatosura është e përfshirë, pra është e konsideruar. Ne kemi një ka faturë financiare? Ka faturë financiare, gjitha këto janë diskutuar, janë përmendur, janë pak a shumë aprovuar dhe pëlqyer dhe nga institucionet tjera që bëjnë implementimin, do të bëjnë implementimin, dhe presim që deri në fund të këtij viti ky përditësim i ligjit aktual të 2004 të hyjë në funksion dhe të implementohet. Mirë, bukur për ligjin, po ajo që ka marrë vëmendjen më të madhe të opinionit publik është marrëveshja trepalçe Shqipëri, Kosovë, Kroaci. Objektiv kryesor i saj cili është, se erdhi si rufe në qiell të pastër, vetëm për ne, po edhe për Serbinë në radhë parë. Ne ju, siç e dini, këtë mendoj që është përgjigjur mirë Ministri Vëngu në këto që Serbia gjithmonë bën disa spekulime, ndonjëherë të panevojshme ose pa bazë të caktuar. Ambasadoren e tyre në Kroaci e shkarkoi ai, kështu që të edhe aq panevojshme. Kështu që natyrisht secili shtet pastaj merr pozitën e vet. Për neve si Shqipëri, dua të përmend që Shqipëria ka pasur një marrëveshje me Kroacinë, e cila është firmosur në 2009, në të njëjtën kohë kur bashkë Shqipëria dhe Kroacia u bën anëtare të NATO-s. Shqipëria dhe Kroacia në veçanti dorë për dorë janë antarësuar në NATO, kanë ndjekur të njëjtin proces dhe antarësimi kanë marrë të njëjtën ftesë për hyrje në aleancë në vitin 2008 dhe janë antarësuar në prill të vitit 2009. Pra kanë qenë shumë të afërta gjatë procesit të antarësimit në NATO.
Futja e Kosovës në këtë marrëveshje, gjithashtu... Kjo e që akordoj Serbinë, se unë jam i qartë, po që ta kuptoj publiku. Kosova ka një marrëveshje aktuale me Kroacinë të firmosur në 2015, po natyrisht nga 2015-a deri në 2025 janë 10 vite dhe në këto 10 vite kemi pasur një transformim të forcave të sigurisë të Kosovës që po shkon drejt asaj të një ushtrie konforme si që ka hije çdo shteti të pavarur dhe sovran. Marrëveshja nuk ka vetëm një objektiv ose një element, ka disa elemente. Unë do të them që në aspektin nacional për Shqipërinë dhe për Kosovën elementi më i rëndësishëm është që Kroacia dhe Shqipëria të ndajnë me Kosovën rrugën e integrimit në NATO, ta ndihmojnë dhe ta mbështesin Kosovën në rrugën e integrimit në NATO si e vetmja rrugë dhe i vetmi objektiv që Kosova duhet ketë sepse nuk ka rrugë tjetër. Kjo është një rrugë me një drejtim e cila duhet të vazhdojë. Kroacia dhe Kosova në veçanti kanë histori të ngjashme, si pjesë e ish Jugosllavisë dhe ndajnë eksperienca dhe rreziqe të përbashkëta dhe të ngjashme. Tre shtyllat kryesore të marrëveshjes janë kryesisht bashkëveprimi në trajnime, sjellja e Kosovës në një standard që janë standardet e NATO-s, përfshirja e Kosovës në këto standarde, përfshirja e Kosovës në këto trajnime, ndarja e informatave si të bëjmë për patrullimin e zonës Adriatikut, në të cilën deri tani nuk është që nuk kemi pasur misione të përbashkëta me Kroacinë në këtë, por Kosova po i shtohet kësaj si shtet i regionit tonë Ballkanit Perëndimor. Tjetra, e cila është një pikë shumë e rëndësishme, jo vetëm për Shqipërinë, Ballkanin, Evropën dhe NATO-n sot, por për të gjithë botën kemi një revolucion se si po bëhen luftrat, industria e armatimit ndoshta nuk ka pasur asnjëherë vëmendje më të madhe se sa ka pasur në 3 vitet e fundit që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Dhe është shumë e rëndësishme që neve të bashkëpunojmë, bashkëveprojmë dhe së bashku të bëjmë projekte për zhvillimin e teknologjive të reja ose të shkëmbejmë eksperjencat tona në projektet kërkimore. Gjithashtu, trajnimet në Shqipëri sot ka ushtarak që vinë nga Kroacia dhe janë pjesëmarrës në Akademinë Ushtarake të Shqipërisë. E njëjta gjë ndodh për pjesëtarë të forcave të armatuara të Shqipërisë që marrin mësime në Akademinë Ushtarake të Kroacisë, anasjelltas dhe të Kosovës. Pra, vetëm është formalizuar një bashkëpunim që ka qenë ekzistent. Po, Serbia nuk i trembet kësaj. Serbia i trembet rritjes së sigurisë të këtyre vendeve ballkanike që përjedhojnë do rrisin dhe stabilitetin më pas në Ballkan. Ka një lloj plani që të kemi një mbrojtje të përbashkët të këtyre vendeve? Po, mbrojtja e përbashkët është tashmë ndodh në kuadër të NATO-s dhe së paku për Kroacinë dhe Shqipërinë ndodh që nga viti 2009. Për Kosovën ndodh që nga viti 98 me hyrjen e KFOR-it si pjesë e një misioni të NATO-s. Pra, percepcioni i Serbisë mund të jetë ndoshta i gabuar sepse është formalizuar diçka që ka ndodhur në praktikë. Ndoshta gjëja më shqetësuese është interesi i madh që po tregojnë të treja shtetet për prodhimin e ndoshta në specifika po shkoj dronëve luftarake të tjerë që janë të domosdoshëm për mënyrën dhe doktrinat e zhvillimit të luftrave dhe mbrojtjes të shekullit në të cilin jetojmë. Do të citoj këtu ministrin e mbrojtjes Vëngu, i cili ka thënë që Serbia ka pasur mundësinë të japi opinionet e veta për këtë, nuk ka qenë pjesë e tavolinës, nuk ka dëshiruar të jetë pjesë e tavolinës, prandaj çdo koment ndoshta është i panevojshëm. Ka patur vende të tjera që janë interesuar. Ka vende të tjera, gjithmonë flasim për vende të afërta që kanë pak a shumë situata të ngjashme. Flasim për Bullgarinë, flasim për ato vende kufitare që mund t'i bashkohen kësaj marrëveshje. Po prandaj shqetësohet Serbia se ajo rrethohet nga vendet të cilat kanë një marrëveshje mbrojtje me njëra tjetrën. Nuk po justifikoj Serbinë, po qartë. Tani, nga ana tjetër, ne kemi edhe prioritet, ju e thatë, prodhimi dhe modernizimi i armatimit të ushtrisë shqiptare. Këtu ku e vëm theksin dhe cilat janë synimet kryesore? Tani, unë do t'ju jap një statistik të përgjithshme që nuk përfshin vetëm Shqipërinë. Mendohet që nga viti 2025 deri në vitin 2030, shpenzimet ushtarake të shteteve tona aleate, kryesisht të shteteve që janë pjesëmarrëse të NATO-s, do të rritet rreth 40%. Pra do të kemi një kërcim
40% në shpenzimet e blerjeve për pajisje ushtarake, modernizim, trajnim dhe të tjera. Çfarë do të thotë kjo? Në numra kjo përkthehet në përafërsisht është 3.3 trilion ose triliard, nëse duhet jemi saktë në gjuhën shqipe. Në momentin aktual, çdo kompani në industrinë e mbrojtjes po përpiqet të plotësoj kërkesën e tregut për armatim, qoftë armatim nga më i thjeshti, lëndplasëse, pushk, fishek e të tjerë, deri nga ato më të komplikuara, disa që përfshin edhe teknologjinë e inteligjencës artificiale e të tjerë. Por, askush nga këto kompani që janë ekzistente në treg nuk arrin të përmbush kërkesat që ka tregu sot për pajisje ose shërbime ushtarake. Prandaj është e domosdoshme që Shqipëria të pozicionohet ashtu si duhet dhe si ka hije në këtë moment ku ka një vakum të prodhimit, duke pasur si objektiv kryesore rikthimin e asaj që kanë qenë disa nga fabrikat dhe uzinat që dikur, le të themi, përpara 50 vitesh kanë prodhuar me një kapacitet të plot. Sot Poliçani, i cili prodhon fishek, armë të vogla e të tjerë, është një uzinë ose një fabrik që prodhon armatime, është prezente, por me një kapacitet më të vogël. Dhe me një teknologji që... Dhe me një teknologji të vjetruar. Pra mos harrojmë që Shqipëria është shumë atraktive dhe nga aspekti biznesit, sepse është një shtet antar i NATO-s. Është në Europë, ka një të shkuar ku mund të ketë një fuqi punëtore që do ta përcjell njohurinë, pra ajo që në anglisht quajmë know-how, dhe ka një interes që tani është shprehur nga rreth 20 kompani të huaj, dhe kur them kompani të huaj, mendoj kompani të mëdha ndërkombëtare që kanë interes të hynë në tregun shqiptar për të prodhuar armatim për eksport. Kur flas për armatim, përmend flas që nga produktet fishek, lëndplasëse, deri te dron të komplikuar, të cilat për shembull tani po flas ato që janë objektiva, të cilat për shembull mund të konsiderojnë Gramshin. Gramshi mund të jetë, sipas disa studimeve, një territor shumë interesant për krijimin e linjave të prodhimit, por dron të vegjël taktik. Shqipëria gjithashtu ka edhe një element tjetër fitimtar në këtë fushë, e cila është që nuk është e domosdoshme të dalin në këtë treg vetëm si prodhuese. Një nga problemet kryesore sot të gjitha vendeve dhe të gjitha ushtrive që janë anëtare të NATO-s, ose më gjërë se sa NATO, që kanë marrëveshje me NATO-n, është që nuk arrin të kenë njerëz, nuk kanë mundësi për të bërë mirëmbajtjen e pajisjeve. Pra Shqipëria mund shumë mirë të bëhet një territor për mirëmbajtje, mund të jetë porti Pashalimanit që mund të bëjë mirëmbajtje, restaurim të anijeve luftarake, patrulluese. Të gjitha këto janë në diskutime sipër, unë sot dash disa detaje që nuk do t'i merr të mirëqenia në kuptimin që këto marrëveshje po negociohen. Jemi afër me përmbylljen e marrëveshjes me 3-4 kompani të mëdha, europiane dhe jo europiane, për prodhim. Nuk mund t'japim detaje për këtë derisa këto marrëveshje të firmosen, por ka pasur një përparim të jashtëzakonshëm dhe mendoj që qeveria aktuale i ka dhënë vëmendjen më të madhe, ndoshta që ka pasur ndonjëherë, vetë dikasteri i mbrojtjes, po gjithashtu edhe pjesja e industrializimit. Pra po shkojmë drejt një industrializimi në fushën e mbrojtjes. Tani, po të shohësh vende si Gjermania, mos përmend vendet baltike apo Finlandën, ka nisur të rikthejnë në vëmendje bunkerët e dikurshëm, tunelet e dikurshëm për mbrojtjen e popullatës. A ka një plan që edhe ne kemi tunele pafund të kohës para 90-s, a mund të shfrytëzohen tilla gjëra vetë me pak shpenzime të rikthehen dhe të bëhen, se nuk i dihet asnjëherë, jemi në një ndryshim total brenda një viti, ka ndryshuar gjeopolitika dhe fatat e botës. Situata aktuale gjeopolitike është jashtëzakonisht komplekse. Ndoshta që nga përfundimi i luftës së dytë botërore në 70 vitet e fundit nuk ka pasur një moment më të turbullt botëror, po veçanërisht në Europë. Natyrisht kemi pasur luftrat në Jugosllavi e të tjerë, po dimensioni ka qenë më i vogël. Të dy jap një detaj si një digresion i vogël, përplasja e ushtrisë ruse dhe ushtrisë ukrainase, së dy ushtri në numra, janë përplasja ndoshta e 2 ushtrive me numrin më të madh të ushtarëve në botë. Sepse flasim për 2 shtete që shërbimin ushtarak
e kanë mbajtur të detyrueshëm gjithë këto vite. Ushtria ka qenë mision i rëndësishëm për secilin qytetar të vendeve të tyre, jo si në vendet e tjera më të zhvilluara ku ushtria është një profesion, që dikush e bën si profesion, pra nuk ka shërbim të detyruar ushtarak. Pra përplasja e këtyre dy forcave jashtëzakonisht kaq të mëdha në numër, e rrit impaktin e asaj që mund të ketë në Europë. Ju tani përmendët Finlandën, përmendët edhe disa vende që vendet balltike që janë më afër Rusisë. Polonia, Rumania, vendet baltike janë vende që gjithmonë e kanë ndjerë që diçka mund të ndodhë dhe e kanë pasur rrezikun përballë në kufijtë e tyre dhe janë vende që për të qenë vërtet në mënyrë konsistente janë riarmatosur. Pra këto vende kanë qenë disi të përgatitur për këtë që ndodhi. Problemi është që pjesa tjetër e Europës, e cila është relaksuar në një paqe që është promovuar nga Bashkimi Evropian, shumë e rëndësishme, që është fokusuar në mirëqenien e qytetarëve më shumë se sa në shpenzimet ushtarake, ka pasur një surprizim të jashtëzakonshëm nga gjithë kjo që ndodhi, sepse lufta është përpara dyerve. Gjermania po përpiqet të trajnojë qytetarët e vet në raste emergjencës ushtarake. Deri edhe tunelet e luftës dytë botërore po tentohen të riaktivizohen, kështu që gjithçka që kemi pasur mund të rikthehet. Kjo është edhe vlen dhe për ne? Kjo vlen dhe për ne, ka grupe që punojnë në këto, unë nuk mund t'jap detaje specifike, sepse janë elemente të sigurisë kombëtare, por ju garantoj që ushtria jonë, e cila funksionon me të gjitha standardet e NATO-s, ka bërë misione shumë të rëndësishme ndërkombëtare, është në nivelin e duhur për të përballuar çdo emergjencë. Dhe unë falenderoj që ishe me mua sot në studio. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Ishte Blerina Brazda, ishte Ekspres edhe për ditën e sotme, bashkë miru takofshim.